Një nga çiftet më të komentuar të reality show Ferma VIP 2, Alba Pollozhani dhe Lim Hoti, i kanë dhënë fund lidhjes së tyre. Ata që nisën një romans brenda fermës, duket se nuk kanë mundur ta mbajnë të njëjtin ritëm edhe jashtë saj. Për javësh, ndjekësit kanë vënë re mungesën e bashkëshortës mes tyre, duke ngritur pyetjen: a janë ende bashkë? Sonte, kjo dilemë mori përgjigje me një postim të ndjerë në rrjetet sociale. Vetë Alba Pollozhani ka konfirmuar ndarjen. Ish fermerja shkruan: i dashur publik që më ndjek dhe më vlerëson për atë që jam. Nuk është gjithmonë e lehtë të ndash diçka kaq personale, por ndjej që është momenti i duhur për ta thënë qartë. Unë dhe ai, pas një periudhe reflektimi, kemi vendosur të ndjekim rrugë të ndara. Ndajmë kujtime, jo më plane, ju falenderoj për mirëkuptimin dhe për hapësirën. Jeta vazhdon, ndonjëherë, të ndahesh është akt dashurie ndaj vetes. Po ec përpara me qetësi dhe mirënjohje. Mesazhi i saj ka marrë qindra reagime dhe komente nga fansat që e kanë ndjekur me pasion lidhjen me Limin gjatë formatit të njohur televiziv. Deri tani, Lim Hoti nuk ka bërë ndonjë deklaratë publike, por sytë e fansave janë të kthyer nga rrjetet e tyre sociale për çdo detaj të mundshëm.